titull. Megjithse unë kam një bindje personale që futbolli ditët e sotme është bërë i paparashikueshëm, çdo skuadër mund të fitojë, ti je favorite, por futbolli është bërë shumë i ngushtë dhe të gjithë kanë mësuar të luajnë futboll. Siç e thash, skuadrat pretendente si Spanja dhe Portugalia janë pretendente direkte për ta fituar këtë titull, ose Brazili, më fal se harrova. Tre skuadra shumë të forta me histori, me kualitete të jashtëzakonshme. Si duket, stonojnë kundra skuadrave jo shumë favorite në letër. Dhe kjo tregon që në fakt ose këto skuadra janë lojtarët e tyre janë të lodhur nga kampionatet që vinë, sepse lozin në kampionatet më të mira të botës e të Europës, pra se kampionatet këtu janë në Europë, më të mira dhe më të fortat, ose ato e kanë marrë pak më qetë këtë kompeticion. Pra ndeshja parë kanë dhe 2 ndeshje tjera, kanë kohë të rikuperohen, ndërsa kur vjen puna te eliminimi direkt pastaj në ndeshjet KO, ato nuk kanë më kohë aty. Aty është një ndeshje dhe aty do japin maksimumin. Kështu që në këtë aspekt them që nuk duhet nxitohemi akoma për javët e para, duhet presim paktën dhe javët e dyta dhe atëherë mund të flasim për surpriza të veçanta për ndonjë ekip që vërtet është shumë larg të pritshmërive të vet atyre dhe të tifozave. Po deri tani them që përveç 2-3 rasteve, pra 2-3 ndeshjeve që kanë dalë barazim ose me lojë jo dhe shumë bindse, pjesa tjetër pastaj ka ecur sipas parashikimeve.